Numri apartamenteve dhe i shtëpive për dhënie qiraje në Airbnb dhe Booking sa vjen e rritet në Shqipëri, paralelisht me numrin e turistëve të huaj. Edhe pse dimri mund të duket më i vakët, vera bashkë me temperaturat rrit edhe numrin e personave që kërkojnë apartamente me qira ditore dhe që i marrin ato në vend të hoteleve. Ajo që duhet të theksojmë është se apartamentet me qira ditore nuk u shërbejnë vetëm turistëve të huaj, por edhe çifteve apo grupeve të rinjve që kërkojnë të mblidhen diku, të kalojnë një natë ndryshe dhe të argëtohen. Por jo gjithçka mund të shkojë ashtu siç është planifikuar, dhe vetëm muajt e fundit kanë ndodhur 2 raste që na bëjnë të mendojmë se Airbnb mund të jenë opsioni më i lehtë për të zgjedhur për të kaluar një natë, por jo më i sigurti. Ngjarja e Astirit na tregoi se si në një zonë të banuar, shumë pak minuta larg kryeqytetit, një grup të rinj mund të organizojnë festa të çmendura me lëndë narkotike dhe armë zjarri, dhe askush mund të mos e vëre. Por ky rast nuk kaloi pa zhurmë, pasi një prej vajzave u zgjua e trembur kur pa armë të zjarrit mbi tavolinë në një prej apartamenteve në të cilat një natë më parë kishte festuar me 5 djem dhe 2 shoqe. I gjithë pallati u rrethua nga forcat Renea që bën të mundur nxjerrjen e 21 vjeçares nga apartamenti, e cila si përfundim rezultoi se kishte pasur halucinacione për pengmarrje si pasojë e përdorimit të lëndëve narkotike. Kjo natë argëtimi u kushtoi shumë shtrenjtë djemve, të cilët tashmë po japin llogari përpara drejtësisë. Por ato të zbuloi ky rast nëse një nga vajzat nuk do të telefononte policinë. Vetëm pas këtij rasti, banorët e pallatit nisën të flisnin dhe të tregonin se në ato apartamente që jepeshin me qira ditore kishin parë shumë herë të futeshin grupe të rinj dhe jo pak herë ishin derë të cënuar. Një Airbnb mund ta marrësh me qira edhe përmes një websajti, të bësh pagesën dhe më pas thjesht të paraqitesh në apartamentin që ti ke zgjedhur. Çelësin e apartamentit e gjen në një kuti të vendosur në hyrjen e pallatit dhe kontakti mes qiramarrësit dhe qiradhënësit është zero, kontrolli po ashtu. Nëse në një dhomë hoteli numri personave që mund të futen është i kufizuar, në një Airbnb nuk ndodh një gjë e tillë. E njëjta gjë vlen edhe për identifikimin e personit që e ka marrë me qira apartamentin. Në një dhomë hoteli, personat që paraqiten për të futur brenda kanë me vete edhe një mjet identifikimi. Dhe nëse një gjë e tillë nuk ndodh, bizneset kanë kamera sigurie që mund të zbardhin çdo incident të mundshëm që mund të ndodhë brenda tyre. Ndërsa gjithçka që ndodh brenda një apartamenti me qira ditore mbetet mister. Asgjë nuk zbardet nëse nuk ka dëshmitar. Megjithatë, rasti i Astirit nuk ishte i vetmi. Vrasja e të res nga Palestina troditi kryeqytetin, por fakti që ajo bashkë me të atin ishin strehuar në një Airbnb bëri që ai t'u shpëtonte prangave. Dyshja ishin prezantuar si burrë grua në Tiranë dhe jo si babebi, dhe askush nuk kishte asnjë dyshim për këtë gjë. As pronari i banesës ku ata qëndronin, pasi në momentin që e kishin marrë atë me qira, nuk kishin paraqitur asnjë mjet identifikimi. Alarmi për vrasjen e 24 vjeçares nga Palestina u ngrit vetëm pasi fqinjet lajmëruan pronarin e shtëpisë, pasi ishin shqetësuar se nuk e kishin parë dyshen të dilte nga shtëpia. Por tashmë ishte shumë vonë. Fadi Aluan kishte dalë nga Shqipëria dhe është shpallur në kërkim. Fajtor për këtë krim është vetëm autori i ngjarjes, por që ai është favorizuar duke mos e pasur të nevojshme të identifikojë për të strehuar në Tiranë, nuk e mohojmë dot. Airbnb-t në fakt janë përdorur edhe për ushtrimin e prostitucionit. Në shkurt të këtij viti u shpall në kërkim një 36 vjeçar, i cili kishte marrë shtëpi me qira ditore në të cilat vajzat të huaja ushtronin veprimtarinë e prostitucionit. Të gjithë këtë pasiguri dhe rrezik që Shqipëria po e sheh sot, bota e ka prekur më herët dhe ka nisur marrjen e masave. Fillimisht shumë vende u fokusuan në taksimin e këtyre bizneseve, njësoj si strukturat e tjera akomoduese siç janë hotelet. Më pas nisi marrja e masave kufizuese. Vjena ishte e para që ndërmori hapin për të mos lejuar dhënien e apartamenteve me qira ditore më shumë se 90 ditë gjatë gjithë vitit, duke shmangur kështu padrejtësitë me strukturat e tjera akomoduese. Në Shqipëri nuk ka ndodhur një gjë e tillë. Në qershor të vitit 2023, të ardhurat e mbledhura nga qiradhënia e Airbnb-ve kapi shifrën e 5.1 milion eurove, duke shënuar një rekord. Në 6 mujorin e parë të vitit 2024 u shënua një pernotim prej 412.000 netësh në Airbnb, duke shënuar një rritje prej 97% nga viti 2023. Apartamentet me qira ditore tingëllojnë si një zgjidhje e mrekullueshme, po përveç se janë të parregulluara me ligj, shqetësimi kryesor për klientët duhet të jetë siguria e tyre. Një Airbnb mund t'ju anulohet në momentin e fundit dhe mund të përfundoni duke fjetur në rrugë apo duke paguar një tjetër dhomë hoteli, edhe pse kishit paguar dhomën e rezervuar.
Në Airbnb mund të sëmureni. Apartamentet me qira ditore nuk ju nështrohen kushteve higjieno-sanitare njësoj si hotelet, duke qenë se askush nuk ushtron kontroll mbi ta. Ankesat më të mëdha për Airbnb janë infektimet nga insektet, pajisjet e pasigurta dhe gjetja e drograve të paligjshme në ambient. Airbnb shkatërrojnë kulturën lokale. Banorët e zonës ju konsiderojnë si të përkohshëm. Ata kanë parë persona të ndryshëm që të futen dhe të dalin nga apartamenti ku ju tashmë jeni sistemuar dhe nuk do të arrini ta ndjeni kurse si kulturën dhe mikpritjen e tyre. Përkundrazi, banorët e zonës janë të prirur që të ruajnë një distancë nga turistët që strehohen në apartamente me qira ditore. Një tjetër problem, ndoshta dhe më kryesori që mund të themi, është cënimi i privatësisë. Në Airbnb mund të ketë kamera të fsheta që mund të regjistrojnë gjithçka që bëjnë klientët. Airbnb-t janë gjithashtu të prirur që të bien prej vjedhjeve për shkak të natyrës kalimtare të mysafirëve. Ka një arsye se pse hotelet kanë kamera sigurie dhe staf 24 orë në dispozicion të klientëve të tyre. Ndaj, kur ju paguani një dhomë hoteli, nuk paguani vetëm fjetjen, por paguani edhe sigurinë tuaj.